20 persona janë ndaluar nga policia në Maqedoninë e Veriut të dyshuar si shkaktar të ngjarjes tragjike që ndodhi në një klub nate ku si pasojë e zjarrit të rënë humbën jetën 59 persona dhe u plagosën mbi 150 të tjerë. Algert Mina bashkë me 2 persona të tjerë dënuan brutalisht një 44 vjeçar në sy të vajzës së tij të mitur në Gramsh. Policia po punon për arrestimin e autorëve ndërsa banorët e kanë quajtur Algert Mina një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Një ish mafios me origjinë shqiptare në Amerikë, i njohur si ushtar i familjes Gambino, është betuar si këshilltar bashkiak në English Town në New Jersey, duke bërë një kthes të papritur në jetën e tij. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV-u. Disa personazhe të konsideruar VIP kanë lënë skenën dhe ekranin për t'u angazhuar në jetën politike të vendit. Disa prej tyre do të garojnë për deputet të ardhshëm në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Nëse mendoni se rësia më e madhe këtyre zgjedhjeve ishte përfshirja e ish-gardistëve të 21 janarit në listat e kandidatëve për deputet, mendohuni përsëri. Këtë zgjedhje kanë sjellë një tjetër risi spektakolare, futjen e VIP-ave nga reality show në politik. Disa nga ish-banorët e Big Brother tashmë garojnë si kandidat në lista të hapura për parti të ndryshme. Në Tiranë, për Partinë Demokratike, garon Julia Iliriani, e cila pasi la Amerikën për të qenë pjesë e reality show, ka vendosur të provoj veten edhe në skenën politike. Në Elbasan, një tjetër emër i njohur nga reality show, Maestro, Armaldo Klogjeri, ka vendosur që pas skenës së operës të eksploroj edhe teatrin politik. Ndërkohë në Gjirokastër, në listën e kandidatëve për partinë e Gron Shehajt e kryeson Fotini Derxho, e cila nuk ka qenë vetëm një herë, por 2 herë pjesë e një reality show. Ndoshta përvoja e saj e dyfisht në ekran është konsideruar si një shkollë e përkryer për politikën shqiptare. Duket se këta personazhe të konsideruar VIP kanë dështuar në fusha të ndryshme dhe tashmë po përpiqen të eksplorojnë një gjë të re që mbase do të sjellë atë që profesioni i tyre nuk u aplotësoi. A do t'i mbështesnit për t'i futur në parlament VIP-at e rinj të politikës? Gjatë muajve të parë të këtij viti, kërkesa për produkte ushqimore ka pësuar luhatje. Konsumatorët po preferojnë mallra të lirë për shkak të inflacionit dhe të pasigurisë ekonomike. Gjatë muajve të parë të vitit 2025, kërkesa për produkte bazë të shpërtës ushqimore ka shfaqur luhatje, duke reflektuar tendencën e konsumatorëve për të orientuar shpenzimet drejt mallrave më të lira. Përpunuesit dhe tregtarët po përpiqen të ofrojnë çmime më konkurruese, pasi fuqia blerëse e qytetarëve mbetet e ulët për shkak të inflacionit dhe pasigurisë ekonomike. Ndërkohë importet e produkteve kryesore ushqimore, si makaronat, orizit e vaji, kanë shënuar arritje në vitin 2024, por tendenca e vitit 2025 tregon një ngadalësim për disa prej tyre. Konsumatorët po tregohen më të kujdesshëm në blerje, duke zgjedhur produkte më ekonomike dhe duke përfituar nga oferta e tregut. Industria e përpunimit të grurit ka ndjekur një strategji të rezervimit të stokut për shkak të pasigurisë mbi çmimet e ardhshme, ndërsa kërkesa për bukë dhe ëmbëlsire ka shënuar një rënje në disa periudha të vitit të kaluar. Emigracioni dhe rënja e popullsisë vazhdojnë të ndikojnë në ecurinë e konsumit, ndërsa sektori ushqimor mbetet i ndjeshëm ndaj luhatjeve të tregut dhe tendencave të reja të blerësve. Kristi Bixheku, antar i bandës së Laert Haxhiut, është ekstraduar nga Hollanda në Shqipëri, ku do të përballet me drejtësinë për akuzat e shkatërimit të pronës dhe pjesëmarrjes në grup të strukturuar kriminal. 30 vjeçari Kristi Bixheku, antar i bandës së Laert Haxhiut, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, është ekstraduar dje nga Hollanda në Shqipëri, ku do të përballet me drejtësinë. Bixheku akuzohet për disa vepra të rënda penale, përfshirë shkatërimin e pronës me eksploziv, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe kryerjen e veprave penale nga ky grup. Sipas vendimit të gjykatës së Elbasanit, ai është shpallur në kërkim pas vendosjes së një sasie tritoli në banesën e Bujar Turkut më 31 dhjetor 2022. Ky nuk është rasti i parë që emri i tij lidhet me ngjarje kriminale. Kristi Bixheku ishte arrestuar edhe më parë pasi dyshohet se në bashkëpunim me Lulzim Spahian kishte ekzekutuar 25 vjeçarin Fridman Xhaferi. Viktima u gjetë mbytur në qershor të vitit 2021 në rezervuarin e Gjançit me duar të lidhura dhe shenja dhune në trup dhe kokë. Hetimet ngritën dyshime se vrasja kishte lidhje me prishjen e pazareve të drogës, por Bixheku ka mohuar gjithmonë akuzat.
Një ngjarje e dhunshme ka ndodhur në Gramsh, ku Algert Mina ka rrahur barbarisht një 44 vjeçar pas një mosmarrëveshjeje për parkimin e makinës. 44 vjeçari u plagos rënd dhe është dërguar në spital, ndërsa Mina dhe dy shokët e tij janë arratisur. Policia ka arrestuar njërin nga personat dhe ka shpallur në kërkim Minën. Banorët kërkojnë arrestimin e menjëhershëm të tij, duke e quajtur atë si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Pak ditë më parë, një sherr me sende të forta ka ndodhur në Gramsh dhe i plagosur rënd ka mbetur nga 44 vjeçar. Redaksia jon ka mësuar se autori i kësaj ngjarjeje është Algert Mina, një emër i njohur në Gramsh, pasi në korrik mbeti i plagosur gjatë një shpërthimi me tritol. Sherri i Minës me 44 vjeçarin ka nisur për motive banale, pasi ky i fundit i ka kërkuar të lëviz pak makinën për të kaluar, pasi kishte bllokuar rrugën. Por kjo kërkesë kaq njerëzore duket se nuk i ka pëlqyer 40 vjeçarit Mina, i cili ka thënë: "Kush je ti që më thua mua të lëviz mbrapa?" dhe e ka përplasur me makinë 44 vjeçarin. Pas kësaj, 44 vjeçari ka gjetur me vështirësi rrugën për të kaluar dhe u fut në një pronë private dhe ka ikur në shtëpi për të parkuar makinën poshtë pallatit. Vajza e tij e mitur i ka kërkuar të blejë lëpirëse në dyqan dhe 44 vjeçari ka lënë makinën dhe është drejtuar për në dyqan. Por në këtë moment, Algert Mina është rikthyer në lagjen e 44 vjeçarit bashkë me dy shokë të tij dhe e kanë rrahur barbarisht me shkopa bejsbolli. E gjithë kjo skenë frikshme ka patur si dëshmitare vajzën e mitur të 44 vjeçarit, e cila e tronditur ka thirrur maman për ndihmë. O mami, po rahim babin." Të alarmuar banorët e lagjes kanë dalë me shpejtësi jashtë dhe kanë ndërhyrë për të ndarë autorin dhe ndihmësin e tij. Ata kanë transportuar me urgjencë në spital 44 vjeçarin, ndërsa autorët janë arratisur. Policia ka arritur të arrestojë shtetasin MT 38 vjeç dhe ka shpallur në kërkim shtetasin Algert Mina 40 vjeç dhe shtetasin KK 37 vjeç. Qytetarët e Gramshit janë të tronditur nga kjo ngjarje dhe kërkojnë arrestimin e menjëhershëm të Minës, pasi e konsiderojnë si një person me rrezikshmëri të lartë bashkë me dy vëllezërit e tij. Policia në Maqedoninë e Veriut ka arrestuar 20 persona lidhur me zjarrin tragjik në klubin Puls në Koçan, ku humbën jetën 59 persona dhe 155 të tjerë u plagosën, përfshirë dhe futbollistin Andrej Lazarov, i cili humbi jetën duke shpëtuar të tjerët. Hetimet janë duke u fokusuar në korrupsionin dhe mungesën e lejes ligjore të lokalit, ndërkohë që autoritetet kanë shpallur 7 ditë zi kombëtare. Të paktën 20 persona janë arrestuar nga policia e Maqedonisë së Veriut pas zjarrit që shpërtheu në një klub nate dhe u mori jetën 59 personave. Zjarri shpërtheu rreth orës 2:30 me orën lokale të dielën në klubin Puls në Koçan, ku rreth 500 persona ishin mbledhur në një koncert të DNK, një dyshe e njohur hip-hop në vend. Vetëm një antar i grupit mbijetoi dhe po trajtohet në spital, tha një zëdhënës i zyrës së prokurorit. Në koncert u plagosën gjithsej 155 persona. Drejtori i spitalit të Koçanit tha se stafi fillimisht kishte vështirësi në identifikimin e pacientëve për shkak të mungesës së letërnjoftimeve. 18 pacientë u vlerësuan si në gjendje kritike. Sipas autoriteteve, urdhrat e ndalimit janë lëshuar për 20 të dyshuar, që besohet se janë përgjegjës për zjarrin, duke e përfshirë punonjës nga ministrit që kanë dhënë këtë leje. Mes të dyshuarve janë edhe djali i pronarit të klubit, drejtori i shoqërisë administruese dhe pjesëtar të sigurimit të lokalit. Ministri i Brendshëm Toskovski e tha se vendi i ngjarjes nuk ishte një leje të lishme operimi, ndërsa policia po heton se rishfeti dhe korrupsioni janë të lidhura me zjarrin. Lokali, i cili ndodhet rreth 100 kilometra në lindje të kryeqytetit Shkup, është përshkruar në shtypin vendas si një klub nate improvisuar, duke qenë se më parë ishte një depo qilimash. Qeveria ka shpallur 7 ditë zije kombëtare dhe do të mbajë një mbledhje urgjente si pjesë e hetimeve në vazhdim për mënyrën se si ndodhi incidenti. Nga ngjarja tragjike, 155 persona kanë mbetur të plagosur dhe gjendja e shumë prej tyre është e rëndë për shkak të djegjeve që kanë pësuar. Një pjesë e tyre po marrin trajtim mjekësor në Koçan dhe Shkup, ndërsa të tjerë janë dërguar në Bullgari, Greqi dhe Turqi për trajtime të specializuar. Në listën e viktimave është edhe 25 vjeçari Andrej Lazarov, i cili ishte futbollist i skuadrës së Shkupit. Si një hero, Lazarov humbi jetën duke u përpjekur të ndihmonte të tjerët të shpëtonin flakëve. Gjatë aktit të tij heroik, ai u helmua nga tymi. Ne do ta kujtojmë përgjithmonë heroizmin dhe humanizmin e tij në këto momente të fundit, tha ekipi i 25 vjeçarit në një deklaratë. Lazarov, i cili kishte luajtur për kombëtaren e të rinjve të Maqedonisë së Veriut, luajti në Kroaci deri në vitin e kaluar, para se të kthehej në vendin e tij për këtë sezon.
John Elliott, ish mafioz i njohur si ushtari i familjes Gambino, është debetuar si këshilltar bashkiak në English Town, në New Jersey, duke bërë një kthes të papritur në jetën e tij. Pas një të kaluare të errët dhe angazhimit në jetën sociale, ai synon të përdorë përvojën e tij për të ndihmuar të rinjt dhe për të pasur një ndikim pozitiv në politikë. John Elliott, një mafioz me origjinë shqiptare që dikur ishte një nga njerëzit më të besuar të bosëve të famshëm të krimit, si John Gotti, tashmë është bërë këshilltar bashkiak në qytetin English Town në New Jersey. Ish ushtari i familjes Gambino, i cili dikur u dënuar për 6 vrasje dhe 10 sulme të dhunshme, u betua të mërkurën si antar i Këshillit Bashkiak duke marrë një kthes të papritur në jetën e tij. Kam pasur një të kaluar të errët, por tani duhet ta shlyej dhe të përfundoj jetën duke bërë gjëra pozitive, tha 62 vjeçari. I njohur si një nga arkëtuesit më të suksesshëm të klanit Gambino gjatë viteve 80-90, Elliott beson se përvoja e tij në rrugë do ta ndihmojë edhe në politik. Çdo aspekt i rrugës është si qeveria, ndaj e kuptoi mirë manovrimin politik dhe intrigat, shtoi ai. Elliott, i cili kaloi 14 vjet në burg dhe më pas u bë dëshmitar i FBI-s kundër ish mikut të tij, ka qenë i angazhuar në punë sociale për të ndihmuar të rinjtë të largohen nga rruga. Kjo e bëri atë të fitonte besimin e kryebashkiakut të English Town, Daniel Francisco, i cili e propozoi për postin e këshilltarit. Megjithëse pati kundërshtime fillestare edhe nga antar të këshillit, Elliott arriti të bindë se e kaluara e tij mund të shërbesi një shembull për ndryshim dhe rikthim pozitiv. Unë nuk i shmangem të kaluarës time, përkundrazi e përdor atë për të ndikuar tek të rinjt dhe për të kthyer një histori negative në mësim jete, tha ai. Elliott do ta mbajë këtë post deri në vitin 2027, përveç nëse dikush e sfidon në zgjedhjet deri në 21 mars. Megjithatë, ai beson se ka mbështetje të mjaftueshme për të vijuar në politikë dhe nuk e përjashton mundësinë e një kandidimi më të lartë, madje edhe për Kongresin Amerikan. Jam pyetur për një post më të lartë politik dhe më pëlqen modeli i Trump. Ai bën atë që duhet dhe është punëtor i madh, tha Elliott, i cili ka qenë mbështetës i presidentit Trump që nga viti 2016. Pavarësisht të kaluarës së tij kriminale dhe konfliktit të vazhdueshëm me familjen Gotti, Elliott tashmë është ndërruar në një folës motivues, autor i 5 librave mbi jetën e mafjes dhe aktivist kundër drogës. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshim.